Përshëndetje miq, ju uroj një të diel të bukur të gjithëve. Sot ju kam sjellë muffin me piksa çokolate. Dollë vërtet shumë të mira, shkrije në gojë. Vetëm mos I hapni të ngrohta siç I hapa unë këtu në video. Nuk mu durua. Me pak fjalë po lej recetën. Në një tas 180 gram sheqer, 180 gram gjatë në temperaturë dhome, I rrafi me frusë elektrike. Shumë të mira këto, si për fëmijët për t'i çuar në shkollë, si për ne pime kafe me miq, me shok, çfarë kemi për zëmër. 3 kokra vezë, I rrafi me frustën, 180 gram miell 00 dhe një zarf fryrës për ëmbëlsira. I sitim, e mira është që brumin para se ta pjekim, ta fusim në frigorifer. 70 ml qumësht, I përzijim mirë dhe ky është rezultati. Piksat e çokoladës I lyejm pak me miell. Siç e thash, mira është I fusim në frigorifer para se t'i hedhim tuke stampët. Megjithatë dalin mirë edhe kështu. Mbushim stampët me lugën e akullores, pak piksa çokolade sipër, direkt në furrë të paranxjerrur me 180 gradë për 20-25 minuta dhe ja, ky është rezultati. Shpresoj që të pëlqejë, uroj që të mira dhe mirëpafshim.